Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Maqedoninë e Veriut. Zgjedhjet raundi I parë përfundoi me një disfat për BDI, por çfarë ndodh tani brenda kampit të Ali Ahmetit, I cili ende ka heshtur dhe nuk ka folur, ndërkohë që kryetari I BDI-s, Arber Ademi, ka kërkuar zgjedhje të parakohshme. Për situatën atje do të flasim me profesorin Sulejman Mehazi. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe juve I nderuar Dyber. Profesor, do ta jap dorëheqjen mendoni Ali Ahmeti pas kësaj heshtje apo edhe tani jo? Me të vërtetë rronte ka Ali Ahmeti, shkaku saj nuk është mësuar që të unë. Dhe tash nuk di që të bëjë, edhe moshën e ka edhe me fushatën që e bëri nuk janë kush po qytetarët e Maqedonisë nuk ishin të kënaqur, po mendoj se nuk e ka, më shumë e ka gelen e Kërçovës. Prandaj dhe nuk den, mendoj se pas Kërçovës do del. Ashtu unë mendoj, ati intereson Kërçovë. Po mos klasia e ti. Prandaj të gjithë heshtin. Edhe një deklarat sot dha Taravari, edhe Sela gjithë. Po, janë shqetësuar, janë të nervozuar, po 20 vjetë në pushtet dhe tash e kanë nxjerrë prej loja Ali Ahmeti. Dhe kjo nxjerrje nga loja e vret shumë. Dhe besa edhe unë e tisha nuk dije si do sillesha, çfarë do bisedoje. Po kush e nxori prej loje? E nxori faktori shqiptar apo e nxori Miskoski? Jo. Shiko, as Miskoski, as Vleni. Ali Ahmeti e nxori vetën. Vetë ai, domi I erdh nga vetvetja, shkaku për shkak se me bashkëpunimin me Taravarin dhe Selën, ata I dhanë kushte që neve na I jepni këta komuna gjatë zgjedhjeve lokale, kështu që Taravarit I dha, domethënë ti japish aty ku je më I fortë, ku për herën në Struk Ali Ahmeti ka bërë diferencën e fitoreve. Për herë, çdo herë në Struk. Në Teto, Baras, në Shkup, Baras, në Struk, ati ka qenë më I fortë, edhe ai ja dha Strukën Selës, I cili në qytetin e vetë nuk e dija ka 1000 vota. Kështu që ky vetë I boni do vetës. Pastaj ja dha Taravarit, ja dha Sarajn. Sarajn për herë ka pasur. Për herë BDI, Ali Ahmeti e ka pasur. Edhe këtu të shtoj, e ka pasur edhe të arsën, ka qenë të arsa, ka qenë shumë rate e BDI-s. Edhe të arsën e umbi, do me thonë, Ali Ahmeti Vlenit ja fali këto komunë. Nuk është fajtor Vleni, ata kretë qep ishin ku, une e kanë babgjyshin atje kanë të arsa atje, ato kretë qep, qytetarët kretë qep se do të votojnë Vlenit, pse BDI, shkaku se antarët e BDI-s ishin të liveruar, të gjithë simpatizantët, të gjithë votuesit ishin të liveruar, dhe ata kundërtën vepruan votuan për Vlenin, po ashtu votuan për Vlenin edhe në Saraj. Bastion, pra, bastionet I ka humbur. E ka humbur bastionin më të fuqishëm Ali Ahmeti I Strukën. Aty ai për herë ka fituar. Nuk ka pasur fuqi dikush tjetër të deportojë në Strukë, përveç Ali Ahmeti. Tash e ka sjellur që I pavarur I qyra, si kandidat I pavarur, ta rrezikoj Strukën. Në Kërçovë. Kërçovën pra vetë ai e bori, ati regjistrimin e boni rezidencë dhe jo rezidencë, dhe tash sipas ligjit kushtetues, flamuri shqiptar nuk duhet të jetë në Kërçovë. Mirë po këta
e lejon. Kështu që ai vetë fajtohet. Vetë fajtohen në stru, vetë fajtohen në teto, vetë fajtohen në qaj. Pra, shkurt e qatë, Ali Ahmeti me këtë debakl politik, një fitore ekstreme fitoj Vleni, duhet të jetë dorëheqje, në qovë se është pak i morashën, duhet të jetë dorëheqje edhe kohën e ka edhe kështu që unë mendoj kështu. Po brenda BDI-s ka që ndoshta kanë filluar lufta intrigave kush do ta pasojë tani, që janë, pra mund ta themi ndoshta që janë gëzuar për të humbje, se me atë rast largojnë Ali Ahmetin. Po besa edhe janë gëzuar. Janë gëzuar, shkaku se ai eliminoi antarët e vetë. Në ato komuna, ku thash, në Stru. Ai eliminoi antarët e vetë, dhe Zjavdin Sela ishte në partinë e Ali Ahmetit ishte mishi huaj dhe armik i përvetuar gjatë kampanjës gjatë fushatës vetëveçare. Ishte pra armik i përvetuar Taravari, ai aty i largoi të vetit e i aproi ata dhe u dha shumë përparësi, boni deputeti, boni kështu që. Po nuk e kuptonte Ali Ahmeti këtë? Një politik tjetër nga i luftës dhe i paqes? Duket se Ali Ahmeti kohën e funit sikur që nuk i interesonte më partia. Ai ati sikur e vërente se i ka ardhur fundi dhe ai gjoje se është për parti. Do ta marrë këtë se unë jam për bashkim të shqiptarëve dhe ai mori koalicionin më të dobët. Më besoni, në Tetov nuk ka kokë vote Sela. Më shumë ka vota me Duthaçi se të dy. Edhe Taravari, edhe Sela bashkë nuk kanë vota sa me Duthaçi në Tetov. Kështu që në Tetov ata nuk mundin të ndihmonin. Si do të ndihmonin? Edhe në Stru votat janë të këtij të BDI-s, jo të Selës. Edhe në Gostivar aq populli, aq ata antarët e Selës, aq ishin të revoltuar, sa që edhe nuk dolen e bojkotuar, nuk dolen në zeri. Aty që ka fituar, ata janë antarë të BDI-s. Nuk janë të Selës ata. As 20% në Vrapqish nuk dolen. Pra, Vrapqishin e kishte Taravari, Gostivarin e kishte Taravari, Humbi. Nuk ka unë, po azër është. Taravari e kishte Sarajn Humbi, Taravari e kishte të Arcën Humbi. Sela Humbi krejt. Kështu që, çka duhet të them? Po të bëm një krahasim të koalicionues të BDI-s të Ali Ahmetit me Vlenin, Ali Ahmeti i dobët, shkaku se për të hyrë në koalicion duhet që ai të ndihmoje. Kështu që Sela nuk i ndihmohete, përkundërzi, me votat e BDI-s ai fitoi. Pra, Sela dhe Taravari ishin dy njerëzit që e shkatëruan, pra e groposën nga brenda, e fundosën. E groposën nga brenda, së bashku me, pra, pse them ashtu? Shko është interesant. Kishte vetë Ali Ahmeti, unë besoj se do kishte fituar, Vleni do kishte shumë marron. Kështu që Ali Ahmeti vetë është i fortë, me shokët me këto, i domët, dopsohet, e kundërta, Vleni, për shembull me bashkimin e tyre, për shembull një grup votues në Tetov në Pollok ka Bilali, grup tjetër ka në Shkup Izet Megjiti, ka edhe Zeqeriaj, edhe kështu që ata u forcohen. E kishte një reklam Ali Ahmeti me nipin, me besën e vetë, mere këtë thupra, theja, 4 thupra. Kjo ishte për Vlenin, sa ato 4 ishin. Ato u bashkuan. Jaj.
Por tani në këto moment që goditja politike ndodhi, pavarësisht se në votë popullore Ali Ahmeti është shumë më para se sa vleni. Po mundet është ky momenti që Mickovski ndoshta, siç kemi parë në Maqedoni, që ç'a mund ndodh, mund t'i japë edhe një goditje tjetër? Shko, tani edhe Izet Megjiti edhe Bilali vleni me këtë rezultat fantastik, ata mund edhe të kërkojnë zgjedhje të parakohshme bashkë me Mickovski. Se tash Akia nuk është e përgatitur, ata janë trahu. Një goditje akoma më të fortë. Mundet edhe një goditje edhe më të fortë dhe nuk varet ata tash lavdërohen me këshilltarët. Me këshilltarët, për shembull, në Tetov, unë kam këshilltar Muhan, ai edhe është një parti tjetër, ajo ndryshon. Për kryetar vërtosh një tjetër këshilltar, një shokun time, këta mendojnë për deputet me qenë, në këto janë lokale, nuk janë parlamentare, zgjedhjet lokale me parlamentare janë si nata me ditën. Ata tash mbyten, kemi dalë fitetar, kemi më shumë votues, 20.000 vota më tepër, këta janë palla shkurt e qartë. Në Maqedoni, partia e cila e fiton Tetovën dhe Çairin është fituesi. Pra këto janë dy qendrat. Dy qendrat e mëdha, e dini pse? Se për shembull ti ka marrë Çashkën, atje ajo mirë që e ka marrë, plus edhe vleni veproi mirë, është një komunë që ka Maqedona, si dhe di ka Tito Velezi, ato bën me 2.000 vota bosh. E kupton, me 2.000 vota bosh prefekt. Me 2.000 vota. Atë to qendra ekonomike, politike, shqiptarëve është tektonia. Tektonia edhe forca e votuesve, për shembull këtu 50.000 votues ka. Atje ka me 2-3.000. Kështu që Ali Ahmeti ka marrë do komuna rurale që nuk kanë forcë. Ali Ahmeti mbeti në periferi edhe simbolikisht. Po, edhe simbolikisht. Kështu që tash ata mundon me ju jeni të Mickovskit, ju jeni Zagar, ju jeni Shërbotor, ju jeni ata kanë haruar se 24 vjet ata kanë qenë, edhe ata kanë qenë me Vomoron dhe me Lesetemon. Që ka vështirë momenti që bie nga pushteti që të rikthesh. Po, shko, të tregoj tash, po të bën një analizë, një retrospektiv, një kronologji të partive në Maqedoni, të partive në pushtet. Kështu që jo vetëm në Maqedoni, qytetarët e Maqedonisë dhe të Shqipërisë kanë një mentalitet votues, votimi. Në Kosovë ndryshon. Për shembull në Kosovë, te shqiptarët e Maqedonisë dhe në Shqipëri, për shembull, ty të përkaj derisa je në qeveri. Kur ti zdrohesh, largohen, kthehen ka qetre, e keni qartë. Për shembull, e kapim ishte PPD-ja. PPD-ja u rrëzua dhe nuk u kthye, u zhduk. Erdhi PDSH-ja. Edhe PDSH-ja u zhduk. Erdhi BDI-ja, tash BDI-ja vjen para zhdukjes, erdhi vleni, tash edhe vleni do ta çojë 20 vjet, por që mos ka e Tiranë kush mund e rrëzon atje. Apo këtu në Kosovë ndryshon, këtu 20 vjet Rama, 20 vjet Ali Ahmeti, du të them kosovarët ndryshe, ata kanë një mentalitet ndryshe, ata për shembull herën e parë morin mbi 50% të votave Albin Kurti, po herën e dytë ai kërkoi 500.000 vota, nuk i dhanë. Kështu që kosovarët e kanë atë Aredine ka votuesit e vet. Për shembull LDK-ja ka votuesit e vet, PDK-ja ka votuesit e vet.
Kështu që aty jo pak marron, kanë më të ngritur janë, dua të them. Ne jemi më pushtetar, ne jemi ka të kthehemi. Je ti të përkraj ty, po ti ra, hyna u, krejt mua më përkraj. Ashtu është e ne. Kështu që nuk ka ndodhur në Maqedoni që një parti të edhe mos të zhduk. Kështu që e njëjta gjë është duke i ndodhur edhe BDI-s. Kjo është jeta, duhet edhe Ali Ahmeti duhet ta di se çdo fillim ka fund. Çdo fillim ka fundin edhe tash. Po fundi është i hidhur në këtë rast. E idhur tani, shkari 23 vjet ti është në pushtet, të pyetesh. Dhe tash ata Miskovski hoqi prej loje. Ai më nuk pyetet hiç. Dhe tash shko për Miskovski. Thonë nacionalist, jo, shko nacionalist. Partia e Vomoros dhe artistët janë tradicionalistë, nuk janë nacionalistë. Nacionalistë janë të majtët, për shembull partia Levisa e Apasijevit. Ajo është nacionale. Kjo është tradicionale. Një e dyta, do të them një gjë që shumica edhe në Maqedoni nuk e dinë, shko Maqedonasit kanë 3 lloj emrash. Me V, Apasijev, që e kanë emrin në afërsi me bullgarët, e kanë Gruevski me V, Gruevski. Edhe këta janë nacionalistë. Edhe këto si bullgarët Apasjev. Kurse këta që e kanë emrin, u thonë për Miskovski, kë ka emrin me S, Ski. Shkoni, pasi jam gjutar dhe jam interesuar, për shembull, i pyetja Maqedonit e ku dallimi i S-s prej V-s? Pse ky e ka Miskovski, a ky tjetër Gruevski me V? Kështu, pasi jam rritur të Tetov edhe dallimi i qytetarëve të vjetër Maqedonas me tradita, ata e kanë qytetare, do më thonë qytetari vjetër, ata e kanë emrin me S, me Miskovski, jo me V, Gruevski e keni qartë. Kurse prosërbët e kanë me Ski, prosërbët, Gruevski, bullgarët me V, Apasijev. Nuk e dija jam i qartë. Kështu që nuk ka këtu, nuk tregon nacionalizëm. Unë i kam vënë re sa herë që del në për intervista në televizor, shumë i matur është. Nuk shpreh asë një lloj nacionalizmi. Për shembull, ai ka 58 deputet. Edhe e ka edhe znamin atë qetin, 64. Ai me qenë nacionalist, ai i largon këta. Ai u dha edhe jap me në tha kryetarin e parlamentit. Ja do të jap tha unë ka 1 milion euro, 300 milion euro ka shpënda për komunat në mënyrë lineare. Ai keni qartë. Lineare, 1 milion euro që 23 vjet kjo nuk është më. Ai jep 1 milion euro merr Tetova, 1 milion euro e ka. Kështu që këto janë ata e di me Miskovski, pa tash ju pyes juve, edhe opinioni. A ka personi cili nuk e respekton kryeministin? Sidomos te shtetet parlamentare. Kryeministi, a ka dikush që e kundërshton Edi Ramën? Si thot ai mo? Si ka thonë Gruevski ashtu ka bo Ali? Si thot kia në Kosovë, Kurti ashtu nuk mund të kthejë kryetari një partie po një ministër parati. A është ashtu? Mbot ajo. Respektohet. Edhe ato e kërësbën. E këta pse i thonë, ti ju jeni përkulis të Miskovski të andej këndej, ato janë paralla, janë paralla. Profesor, më thoni edhe diçka të fundit, ju lutem, si e pa Tiranën edhe Prishtinën, pra Ramën dhe Kurtin në këto zgjedhje?
shka, principaliteti i Edi Ramës, në falni shpreje, i Kurtit, veprimet e Kurtit, pasërtia politike e Kurtit, ua kanë nxjerrë në shesh tashmë shqiptarët e dallojnë të keqen e të mirë. Në një anë, janë shqiptarët jashtë kufirit të Shqipërisë, të cilët të gjithë e përkrajnë Albin Kurtin, përveç Ali Ahmeti. Në anën tjetër, Ali Ahmeti, Gruevski, Ali Ahmeti, Gruevski, Mjallkomi, Edi Rama, Vučići, këta janë milion edhe pronëtët e Kosovës. Dhe më thonë, këta që janë të korruptuarit, të pasurit, pra janë në anën tjetër, të ndershmit, qytetarët të ndershëm, politikanët të ndershëm, janë pra, janë me Albin Kurti. Kështu që Albin Kurti edhe ka deportuar në Maqedoni, mirë që ka deportuar, se mirë që ka deportuar, shkaku se edhe në këtu ka deportat Albin Kurti dhe donë Albin Kurti është në qeveri në Maqedoni. Se partia e Kurtit është në qeveri është. Edhe koordinatori grupit të Blenit është Qoku i Albin Kurtit. Kështu që duhet të them se këtu tash e zeza është ata që janë me Romën, e bardha e shqiptarëve është ajo që janë me Albin Kurti. Albin Kurti e do Kosovën më shumë se vetë, ai sakrifikon për Kosovën. Këta qerët e sakrifikon Shqipërinë për vete. Ja ta që dhe në intervistën e soshme, në gazetë e lezova, Rama i thot, Albin Kurti mosu, lene Sërbi. Lene të Sërbi shko Evropë. Pa Albini e le, pa Sërbia nuk e le. Nuk e le aja mi qatë. Tash, ajo ty dhe të lo, po ti su më loqë. Ti nuk më loqë ratë. Si ndodhën e, si ndodhën. Pra, shku të qatë. Ne që jemi jashtë Shqipërisë, me afërsia me Edi Ramin, për është një pengesë, ka një akull. Një akull, pengesë e akullit është që ne shqiptarët jashtë kufinit ta duam, ti besojmë Ramës. A e keni fjalë. Kurse në anën tjetër është një dashuri shumë e flakë për shqiptarët e Maqedonisë, duhet të them Kurti. Edhe kur rreth në Tetov, me 15.000 njerëz erdhën u përshëndetën me Kurti. Kështu që është keq, është një grup që i shka. Pata edhe një shkrim, po më duket se edhe Sela sot e tha se në këto zgjedhje Amerikanët i kanë ndihmuar Blenin. Duket se këtu ka një koalicion i Mickoskit me Kurtin, shkaku se të dy janë inxhinierë të maqinerisë, njëri si profesion janë moshatar, kanë njëjtin problem. Këta kanë problem me Bullgarinë, që është në BE, po ashtu edhe Kurti ka problem me Serbi. Kështu që duket se këta dy u ndihmon Amerika dhe mund të bëhet një federat apo një konfederat e Maqedonisë me Kosovë. Është apo mund bëhet. Shkaku se argumente tregojnë. Po flisim për bashkim të Maqedonisë me Kosovën? Jo, konfederat. Konfederat. Po si do bëhet? Po të dy shtetet, se konfederat duhet pajtim, dy qeveri, dy kryeministër,
edhe bëhet një lloj, sikur se Britania e Madhe që është shtet në viti, edhe konkurron futboll, konkurron krejt, po është konfederat. Kështu që mund të bëhet një argumentet, pse them, shkaku se Ali Ahmeti vepron kundër Amerikanëve. Pse? Në atë natën e parë të fushatës, në sallën sportive Boris Tajkovski në Shkup, i gjithë publiku, gjithë simpatizantët bërtitën grupi. Të më thonë, ti, kur bërtasish grupi, ti e kundër Amerikës, se grupi lises Amerikanët. Ti shkon tash para një jave në Tiranë. Shkon në Tiranë aty për që këndi Kosovës nuk e shpallën si shtet genocidial Serbi në Kosovë. Plus Edi Rama, luan me Sarkozy, luan me këtë Macronin luan, bën shaka e ironizon Trumpin. E keni qartë. Kështu që duket të kështu. Njëna palë qytetarë është me BE, pala tjetër është me Amerikanët, jo me Serbi. S'kan këto të bënë me Serbi. Nuk kanë argument, ata kanë. Kanë Ballkani i hapur, kanë përkraje, Ali Ahmeti e përkran aty, japën edhe çmim Ali Ahmetit në Shqipëri, me Ramon. Kështu që Rama me Vučićin nuk e do Kosovën, e do Vučićin më shumë. Në më thonë, nuk është mirë. Në më thonë, këtu janë dy tabore. Njani tabor është i dritës, i liris, i paqës, i shqiptarve, i Albin Kurti. Tabori tjetër është i Edi Ramës, i Vučićit, i Orbanit, i Ali Ahmetit e kështu me radhë. Profesor, unë të falenderoj shumë edhe me shpresën që nëse më jep fjalën që në bisedën tjetër më të zgjeruar, sepse kjo është më shumë fokusit e zgjedhjet, të diskutojmë idenë që sapo mblat në fund të konfederatës, që ma thoni për herë parë, pra do ta trajtojmë nëse ju keni mundësi në një tjetër bisedë, më gjerë edhe më gjatë. Jo, këtë e thash me qëllim që shkoni ku që do të pari, ku që ndjekën situatën. Prandaj nuk ka rasti që e thash, se kom, si pas mendimit tim, edhe jo timin, si pas lëvizjeve që bëhet këtu, lëvizjet e shqiptarëve, kështu ndodh, se Maqedonia mund të bashkëpunojë qeveria e Maqedonisë me Kosovën, konfederat, unë 7 viti, ti 7 viti, dhe ne bëjmë një konfederat e kështu. Të falenderoj shumë, profesor, edhe të uroj më të mira. Për me,